Ne po flasim për një ngjarje që sigurisht ka themelin e saj hakmarrjen. Hakmarrje për çfarë? Hakmarrje për para, hakmarrje për biznese, hakmarrje për fitime, hakmarrje për drogë, hakmarrje për çfarë? Nëse këtu na del emri Ervis Martinajt, i cili është një personazh me 4 dosje të hapura nga prokuroria, 2 SPAK, 2 prokurorit e tjera. Dhe po flasim për një njeri ndaj të cilit rëndon dhe një akuzë, e cila është për urdhërim të vrasjeve, pra eliminime të personave dhe njerëzve që kanë guxuar të prekin biznesin e Ervis Martinajt, që është biznesi lërave të fatit, Xhej. Po? Ne me vërtet flasim pak për lëret e fatit, por lëret e fatit po bëjnë kërdin. Ne kemi një ligj akoma i cili nuk po kalon. Për miratim, vetëm e Në vetëm. cilat dimensione po bëjnë kërdim? Për shembull, çfarë lloj kategorie? Këto që janë online, këto që janë kazinote Nëse ne mëdha. flasim për persona, fëmijë, familjar biznesmenësh, të cilët edhe mund të tentohen, të preken, të qellohen, të shantazhohen e të tjera, këta janë personazhe të cilët janë futur në biznesin ose në ish biznesin e Ervis Martinajt. Ka një lidhje këtu, nuk është asgjë, nuk është rastësi. Kështu që ne duhet të shikojmë përter asaj që na jepet dhe asaj që na ofrohet si informacion. Po të kthehemi mbrapa. Prit, jo, ka një gjë, mos u kthe adhaq. Goditja që u bë Tiger Klasit, po themi që ishte shënjesë e gabuar, ky është varianti dominant. Nuk është ajo që gabuar. Ishte me qëllim vrasjen, apo trembjen, apo friksimin. Pra, nga ekspertiza që është bërë. Nuk është bërë një ekspertizë, Xhej, dhe akoma edhe prokuroria dhe policia e ka të paqartë. Arsyeën sepse këto dy vrasje lidhen me është neutraluar për ta trembur apo për të vrarë. 30 apo 60 fishek në shenjë nuk janë trembje. Distancat dhe drejtimi i qitjes dhe intensiteti i sulmit tregojnë që kemi bëjmë. Ka qenë qëllim. Qëllimi ka qenë marrja e jetës.